adaptojmë trojet të tjera. Ne duam të mbrojmë kufit tonë. Edhe historikisht, domethënë, kombi jonë nuk njihet për lufta zbatuese, kupton. Ne njihemi për luftra mbrojtëse. Apo jo. Prandaj dhe këtë domen, domethënë, që është i kufive detar, ne duhet të bëjmë, se në disa raste edhe te kalojnë gjëra, ne duhet të bëjmë një luftë mbrojtëse dhe të vëmë të drejtën sipas ligjeve që ka bota ndërkombëtare në rast parë, po dhe kombëtare, kupton, në mënyrë të tillë që ne të jemi të qetë vllai dashur në pikpamjen si thua ligjore, që deri këtu jam unë, nga këto e tutje e ti e kupton. Ne do rrim me shek, kemi qenë me shekuj, do rrim me stër shekuj e kupton afër njëri tjetrit e kupton. Edhe nuk është mirë që ne të krijojmë, do të thënë, çarje, edhe mos kuptime, kupton. Megjithëse do të thënë realisht që pala greket duhet bëjë ca korrigjime në marrëdhënie me ne, siç është për shembull ligji i luftës, dion, se ai kufizon edhe gjëra tjera, edhe ja çaron gjëra, domethënë, edhe ata e kanë bërë një mbret, e kupton. Nuk e kanë bërë një, si më thot, demokraci, siç është tani Greqia. Tani Greqia është demokraci, nuk është mbretëri, e kupton. Atëherë, kjo demokraci duhet ta përmbys atë ligj që ka vënë një mbret në 48, me sa më mendon tani, e kupton, edhe ai është një pikë e zezë, domethënë, dhe pika caruse, pikë nevralgjike. Tani problemi është që nafta konsiderohet energji. Aq më tepër në këto kohë që është bërë. Po gjithmonë ka qenë e deri më sot, domethënë, nafta konsiderohet energji. Ashtu. Në leksikun amerikan, energji do të thotë fuqi. E kupton? Energji do të thotë fuqi. Po në leksikun tonë, për shembull, ky djalë ose kjo vajzë është energjike, themi, apo jo? Ka energji të brendshme. Ashtu. Në leksikun, do të thënë rus, do të thotë pushtet, vllast, e kuptoni thonë ata. Do të thënë energjia është pushtet atë. Ai që ka energji, ai si thua dominon, e kupton tek do të qoftë për mbrojtje, qoftë për sulm, si mos paradigmës që kanë, e kupton apo? Por ata kështu e konsiderojnë. Vllast do të thotë pushtet. Tani edhe ngjarjet e fundit që po ndodhin në rang botror, tregojnë se luftat që bën përsëri për bazën energjetike që ka bota. Deri më sot janë energji diellore, janë energji të erës, janë energji të ujit, apo jo? Por nuk e kanë zëvendësuar energjinë e lëndëve fosile, siç është nafta dhe gazi, por dhe qymyri, e kupton, po kryesisht nafta dhe gazi, që zën 60% bilancit energjetik, e kupton, të bilancit energjetik të botës, 60% që thon pak, e kupton apo jo? Ashtu, me një përpjekje që po bën, ka avancime, por këtë lloj energjie nuk po e zëvendësojnë dot, e kupton, absolutisht. Dhe përderisa është e tillë, atëherë bëhet luftë që njerëzit ta kenë të sigurt këtë lloj energjie. Tash Amerika është superfuqia, ajo dihet. E çfarë bën Amerika tani? Amerika kapi Venezuelën. Që Venezuela është një nga shtetet që ka rezerva më të mëdha në botë të naftës së gazit. Tani ajo po kap Iranin, edhe gjithë ato vendet atje tek gjeri i Hormuzit, apo jo? Tek kështu që Irani renditet i dyti në botë nga pikpamja e rezervave të naftës së gazit. Atëherë, çdo thotë kjo, do të thotë që Amerika ka në dorë tani më dy sela të mëdha të energjisë, apo jo? Se ai ka konceptin presidenti amerikan, do të thënë Amerika është e para, kupton apo jo? E derisa thot Amerika është e para, duhet ta ruaj këtë koncept, jetë e para, po pa energjisë mund bësh e para. E kupton? E para. Tjetër gjë që mund të them unë, Amerika ka rezerva shumë të mëdha nafte e gazit, vetë në territorin e saj. Bile ata kanë zbuluar dhe një lloj energjie tjetër që quhet energjia e shisteve, që është nafta dhe gazi i shisteve, që ka rezerva shumë të mëdha.
Por Amerika bën këtë lloj politike. Nuk i përdor rezervat e saj, ose i përdor në minimum. Dhe importon naftë nga shtetet e tjera, dhe me atë naftë mban gjendjen aktuale ekonomike të Amerikës, dhe një pjesë të saj e fut në rezervuar nën toksor. Do të thënë e rezervon për një moment, do të thënë krucial, të rrezikshëm. Çfarë zgjuarësie bën Amerika? Po të pyes Shqipërinë tani, a i ke rezervat, si thua, strategjike ti për një moment të caktuar? Bëj pyetjen? Nuk i ka. Kjo është një situatë që kupton deficit shumë i madh, që në fundit çdo qenie, aq më shumë i shtet, duhet të mbështetet te vetvetja, te energjitë e saj, e kupton. Që të bllokohet për shembull, e kupton, marrëdhënia me të tjerët, e kupton ti ngjelë si peshku pa ujë, si peshku në zallë, thon shkodranët, e kupton. Tani ne shqiptarët e kemi konsideruar naftën historikisht gjaku i dragojit. Bile kam shkruar dhe artikull për këtë punë. Çdo të thotë kjo gjaku i dragojit, dragoji është qenia me në pikpamja mitologjike, do të thënë është një qenie fuqishme. Atëre shoh se çfarë perceptimi ka pasur kombion, e kupton, që naftën e ka quajtur një, si thua, gjë të veçantë, një gjak që të jep fuqi dragoniane, kupton apo jo? Kështu që neve jo se nuk ja njohim rëndësinë naftës. Dhe vetë fakti që janë zbuluar deri më sot në vendin tonë, do të thënë 500 milion ton naftë rezerva gjeologjike, milion ton, ashtu, dhe rezerva industriale, por neve nuk kemi prekur akoma detin, se kemi një dhi bregdetare, do të thënë rreth 400 km². Kemi një sipërfaqe relativisht të madhe, e kupton, të akuariumit detar. Kështu që ne këto rezerva as i kemi cënuar. U bën sa çmime në vitin 91, 92, 93, u të thënë drejtën, as informacion nuk u mor, nuk dihet se sa, njëri thoshte ka pak gas, njëri thoshte ka pak naftë, por ama Italia prodhimin më të madh e ka nga deti, Italia. Greqia, po thuaj se dhe ajo, këtë se në tokë nuk ka gjifare, kupton apo? Ashtu. Ne, në pikpamje botërore, zënë vendin e 63, në pikpamje botërore, kupton, të rezervave të naftës. Dhe në mbrapa të gjitha vendet evropiane në këtë pikpamje. Veç Italisë. Italia është, do të thënë, konsiderohet si një shtet naftëmbajtës që edhe gasmbajtës, se kuptoni që më përpara nesh, pastaj vim ne. Pastaj Greqi, Shërbi, këta fshinj tanë, do të thënë, kupton. Edhe Greqinë e lëm pas. Po, me rezervat aktuale.